Disa njerëz të tjerë në kohën tonë i përshkruan Islamit me fjalë, mirë po e kundërshtojnë me vepra dhe me adhurime. Këta i luten tjetër kujt pos Allahut, therin kurban për tjetër kënd pos Allahut, kërkojnë ndihmë nga të vdekurit, i adhurojnë varret. Këta gjithashtu mendojnë t'i afrohen Allahut me një fe që Allahu nuk e ka bërë të ligjshme. Prandaj mundohen të afrohen me bidate dhe adhurime të shpikura, duke harxuar jetën, duke e lodhur trupin dhe duke i shpenzuar pasuritë për ngritjen dhe gjallërimin e bidateve dhe bestytnive në emër të Islamit dhe të fesë. Me këto veprime, ata vetëm i largohen Zotit të botëve. Ata i adhurojnë evliat dhe njerëzit e mirë dhe thonë, ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa. Ne i adhurojmë vetëm që të na afrojnë tek Allahu. Dhe thot Allahu, wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah. Dhe thonë, këta janë dërmjetësit tanë tek Allahu. Për njerëzit e këtill, ka thënë Allahu i lartësuar, thuaj, a doni t'ju lajmëroj për ata që më së shumti humbasin nga punët e veta. Për ata, përpjekja të cilëve ka qenë e kotë në jetën e kësaj bote, ndërkohë që mendonin se po bënin vepra të mira. Po ashtu ka thënë Allahu i lartësuar, atë ditë do të postrohen fytyra njerëzish që kanë punuar e janë raskapitur, ata do të digjen në zjarr të nxehtë e do të pinë nga burimet të valuara, për ata nuk do të ketë tjetër ushqim përveç ferrave helmuese, të cilat as nuk do t'i majmin, as nuk do t'u ashuajnë urinë. Më e keqja e dënimit dhe sprovës së tyre është që mendojnë se janë në të vërtetën dhe nuk e pranojnë këshillën e as nuk u bën dobi sqarimi. Bel qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Jo, por ata thonë, ne i kemi gjetur baballarët tanë në këtë fe dhe ne po ndjekim gjurmët e tyre. Disa njerëz në kohën tonë i përshkruan Islamit, mirë po nuk i plotësojnë shtyllat e tij, nuk falen, nuk japin zakat, nuk agjirojnë, nuk bëjnë haxh, nuk gjykojnë sipas shariatit të Allahut, nuk e bëjnë haram atë që e ka bërë haram Allahu ose i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, por mjaftohen vetëm me emërtimin si musliman. Perëndi që adhuron i ka marrë dëshirat e veta. Atë njeri Allahu e ka shpënë në humbje me gjithë diturinë që ka. Ati ja ka vullosur dëgjimin dhe zemrën dhe i ka vënë perde para syve të tij. Kush do ta udhëzojë atë pos Allahut? A nuk po merrni vesh?